Mirë se erdhët, flasim për këto dhimbjet e shpatullës në fakt, por duke patur parasysh që shpatulla është një nga nyjet më të lira në trupin ton, shpeshherë ajo dëmtohet, është më e brisht, qoftë nga lodhja, mënyra se si qëndrojmë, si mbajmë çantat, peshat, dora krau që lëviz përgjatë gjithë jetës tonë, kështu duhet të kemi disa këshilla parasysh, por për ju që vuani nga dhimbja e shpatullës, pirja e kësaj, apo ngrirja, mpirja, pse ndodhin të gjitha këto procese dhe si është ndërtuar shpatulla, do të diskutojmë të gjitha këto pika me fizioterapisten Ledina Nikolla. Mirë se erdhe, Ledina. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që jemi këtu. Kusht shef do të mendoj tani disa ushtrime në kushtet e shtëpisë për probleme nga më të ndryshme. Patjetër. Do të mundohemi ta zbërthejmë pak se si është ndërtuar vetë shpatulla, se unë e thash është një nyje e lirë, shme në trup, por edhe shumë e brisht sepse dëmtohet shpejt. Atëherë, shpatulla është një artikulacion me 3 gradë lëvizshmërie, që do të thotë edhe rrotullohet, pra edhe para dhe mrapa, edhe largohet nga trupi, edhe ngrihet dhe lart. Që do të thotë, i ka 3 funksione që vetëm 2 artikulacione në trupin e njerëzit i ka, që është shpatulla dhe pjesa e poshtme e legenit. Përderisa ka shumë lëvizshmëri, do të thotë që ka një akses lëvizshmërie të gjerë, që do të thotë ti edhe lan xhamat, ti edhe lan kurrizin, që do të thotë ka lëvizshmëri shumë të madhe. Dhe shumë e prirur për të dëmtuar se sa një artikulacion i cili bën vetëm 2 lëvizje, për shembull siç është bryli. Pra ky është një nga gjërat kryesore. Pa menduar pastaj që ky artikulacion na ndihmon ne të përditshëm për çdo lloj funksionaliteti. Pra ne me duar bëjmë çdo gjë. Prandaj është një artikulacion me shumë dëmtime, me disa lloje patologjish që fillojnë nga më të voglat deri tek më të rëndat. Duke qenë se është një artikulacion goxha kompleks, pra që ka një nyje kryesore, por ka edhe 5 artikulacione të tjera të vogla. Ndodh shpesh që këto artikulacione të tjera të vogla mund të dëmtohen gjatë një rrëzimi, gjatë një tendinopatie, pra gjatë një inflamacioni. Prandaj është shumë e rëndësishme për të kuptuar nga vjen kjo dhimbja. Se ka individ që thonë më dëm fiks në një vend, ka individ që e shtrin dhimbjen më gjerë. Dhe patjetër duhet bërë pastaj një diagnozë diferencuar për të kuptuar që kjo është një dhimbje kockore, pra është një patologji që ka prej kockat, që mund të jetë një osteoartrit, apo mund të jetë një patologji muskulare apo tendinoze, që mund të jetë një tendinopati, apo mund të jetë thjesht e famshëm borsit, që njerëzit e njohin shumë, që është e kemi diskutuar, dhe kjo. Por mund të ndodhi që shpatulla dhëmb edhe nga problemet e qafës. Ndodh që shpatulla dhëmb edhe nga tumoret pulmonare. Pra ka shumë arsye pse dhëmb shpatulla, do të kuptuar rëndësisht. Prandaj është rëndësishme që nëse ka një dhimbje persistente, pra që ka kohë pacienti apo gjë që praktike ndaj nga ekrani që vuaj nga shpatulla, duhet bërë një test për të kuptuar kush është arsyeja. Nuk duhet të hequr vetëm dhimbja, por duhet kuptuar nga ka ardhur kjo dhimbje për të trajtuar origjinën. Në anë të moshës, pra të moshuarit dihet që vijnë nga një faktor tjetër dhe të rinjt. Patjetër janë të ndryshëm, mos harrojmë që mund të bëjmë edhe fraktura, pra ti duke punuar rrëzohesh apo duke ecur rrugë, pra edhe frakturat e thjeshta, thyerjet të gjuhën popullore. Mund të bëjmë edhe distorsione apo lusacione, pra nxjerrje nga vendi. Për shembull, mund të bëjmë lusacione edhe njerëz që vuajnë nga epilepsia, nga sëmundjetokës që themi në shqip. Pra në anë të dridhjes mund të ndodhi që del krau, pra ka disa faktorë që shkatojnë të dhimbjen. Kur një dhimbje zgjat më shumë se disa ditë, çfarë duhet të bëjmë? A është gabim të qëndrojmë pa lëvizje? Janë disa pyetje që mund të drejtohen nga publiku dhe unë po ja u drejtoj juve. Atëherë, disa patologji duan që të qëndrojmë pa lëvizje. Për shembull, nëse kemi lusacion, pra dalje nga vendi i kokës së umerusit, automatikisht duhet dalim nuk duhet lëvizur, sepse po lëvizje do dalë edhe më shumë nga vendi. Por ka patologji të tjera, për shembull, që është tendinopatit, që kanë nevojë për lëvizje. Lëvizja është këndi lëvizjes. Ne tham, ky artikulacion e ka kënd lëvizjes 360 gradë. Pra, ju e dini që ne mund ta lëvizim krahun derisa ka 360 gradë, do të thotë që dhe ne në ditën tonë përditshme duhet mundohemi ta arrijmë këtë. Pra, ka njerëz që thonë unë e ngre krahun deri në një pikë niveli dhe nuk e çoj dot më lart. Por ka njerëz që thonë unë e lëviz para dhe mrapa ku duash ti, po ma rrotullove krahun nuk lëviz. Në këtë rast, në fazën kur nuk rrotullohen dot krahun, me shumë mundësi kemi të bëjmë një frozen shoulder, që është patologji goxha e avancuar, apo kapsulë adhesiv. Një ngrirje e shpatullës. Një lloj ngrirje e shpatullës. Këtu ushtrim për të kuptuar në gjendje kemi shpatullën. Nëse mund mos ketë dhimbje, po thjesht nuk e kthen dot mbrapa. Patjetër, sepse për shembull ka njerëz që nuk e kuptojnë që e kanë, sepse nuk është dashur ta përdorin këtë lloj lëvizje dhe kanë vënë këtë rëndesën shpatullës si pasojë e qafës. Por ndodh që kapsulita adhesive apo frozen shoulder, pra shpatulla e ngrirë, ka 3 faza. Faza kur është duke u ngrirë, është faza kur është ngrirë dhe nuk ka lëvizshmëri, ka dhimbje të tmerrshme, dhe faza e shkrirës. Keni parasysh që frozen shoulderi nuk është se zgjat vetëm 2 javë, ka individ që vuajnë 6 muaj rresht në terapi dhe nuk e zgjidhin dot. Siç ka edhe individ që
është frozishë dhe letë dhe kalon edhe me 2-3 ditë, pra në fazë fillestare. Nëse bëhet kronik, pastaj bëhet Çfarë shkakton më së shumti frozen shoulder? Pra shpatullën e ngrirë që ta kemi me këtë termin. Kalcifikim i gjithë kufit rotatorit. Janë 5 muskuj kryesorë të shpatullës, të cilët këto muskuj nuk kanë më lëvizshmëri, e humbin lëvizshmërinë rrëshqitjen midis tyre. Keni parasysh që çdo muskull i trupit tonë është i veshur me një mbështjell apo neuroze quhet. Në mesin që këto ngrihen, kalcifikohen, nuk ka forcë rrëshqitëse. Se ne kur lëvizim krahun, ja kur lëvizja automatikisht për ta bërë të lëvizje, mu desh të muskullit e mi të rrëshqasin. Nëse un kam ngrirje apo kalcifikime, nuk kam rrëshqitje dhe nuk e çoj dot krahun, nuk e bëj televizje. Kështu që në këto rastesh ajo që bëjnë gabim pacientët është tentojnë ta bëjnë me dhunë, pra me forcë, me inat, dua ta çoj patjetër. Jo, duhet bërë gradualisht avash, sepse gjë që bëhet me shumë forcë mund të psojnë pastaj edhe tërheqje dhe ruptura, si themi ne, apo këputje të muskujve. Në rastet kur kemi këto shqetësime, dhimbje të shpatullës, ndihmon kompresa e ngrohtë apo e ftohtë se e kemi ne tani? Sa po të fillojë një dhimbje do vendosim diçka të ngrohtë apo të ftohtë? Nëse kemi inflamacion të artikulacionit, siç është bursiti, në këtë rast duhet kompresë e ftohtë mbi vendin. Pra, inflamacioni do gjithmonë të ftotën mbi vendin për ta ulur inflamacionin. Nëse kemi një muskulaturë e cila është e ngrirë dhe ka nevojë për hapjet e enëve gjakut për të riçarkulluar më shumë, pra për vasodilacion, bëhet kompresë e ngrohtë. Pra, nuk mund të vendosim kompresë e ngrohtë mbi artikulacion. Artikulacioni është nyje artikulare. Pra, ku lidhen dy kocka? Ku ka lidhje dy kockash apo më shumë kockash, quhet nyje apo artikulacion në gjuhën tonë mjekësore. Por ky lëngu mes këtyre dy kockave, lëngu si në fjalë paksohet, fillojnë dhimbjet, sepse kam një pyetje e cila lidhet drejt për së drejti me pacientët kur dëgjojnë dhe marrin vesh që ne kemi të ftuar Ledin dhe më kanë shkruar faktikisht. Personi ankoheshe për këtë paksimin e lëngut sinovial tek shpatulla, e cila i shkaktonte përveç se dhimbje, por edhe i bëheshe krahusim me miza deri mpirje, deri tek majat e gishtave. Çfarë diagnoze është kjo dhe si trajtohet? Tu kemi të bëjmë me dy patologji. Pra, me kaq sa më thejt inflamacioni, unë dyshoj për dy patologji e cila e para mungesa e lëngut sinovial vjen edhe si pasojë e moslëvizshmërisë. Trupi i njeriut ka aftësinë të prodhojë të lëngut sinovial sa herë ka lëvizshmëri. Pra, sa në herë ne lëvizim krahun, ne prodhojmë lëng. Po ta vi një reku, ne rrim ulur për kohë të gjatë, kur ngrihemi gjuri kërcet. Pra kërcet sepse nuk ka lëngun. Edhe krahu njëjta gjë. Ndërsa, prandaj është e rëndësishme që në çdo 30 minuta të bëjmë lëvizje. Bërja e gishtërinjve, ne në gjuhën mjekësore kemi një dermatomer, quajmë. Trupi i njeriu është ndarë në formë zebre. Secila vertebër është përgjegjëse, pra secila dy hapësirë vertebrale ka përgjegjëse për një pjesë. Në mes që kemi mpirje të gishtërinjve, me shumë mundësi, me shumë gjasa kemi probleme të C6 të 7-sh, pra dy hapësirat vertebrale të qafës. Kështu që mund të jetë krahu, pra mund të jetë problemi i paksimit, por mund të ketë edhe problem tjetër me qafën, që ja ka përdoruar të dyja. Shpesh herë ka njerëz që nuk kanë asgjë të qafa, nuk e ndjejnë dhimbjen, por ama ka një dhimbje të madhe tek muskullit e krahut, e cila është shumë e fortë, dhe ata mendojnë që është krahu, por shumica e rasteve është qafa që e ka shkaktuar gjithë patologjinë. Thjesht nuk e kanë kuptuar që është qafa. Dhe i ka ardhur deri aty dhimbja. A ka raste kur le themi fizioterapia për shkak të punës që bëhet arrin të shmangi shumë operacione dhe në cilat raste? Patjetër. Deri në çlimit shkon fizioterapia dhe pastaj kalohet tek kirurgjia në raste. Po, e para punës fizioterapia luan një rol shumë të rëndësishëm në post-traumat. Për shembull, luksacionet, pra dalje nga vendi, pas imobilizimit, pra pas vendosjes së autisë apo tutorit që vendosin mjekët, ortoped, menjëherë pacienti duhet të fillojë fizioterapinë për të rrimë këmbër dhe një herë gradë artikulare, pra lëvizshmërinë, të fitojë gjithë këndën lëvizjes dhe muskulaturën. Në frakturat, e njëjta logjik, edhe pacientët që kanë fraktura shumë fishe apo fraktura spirale, pra të vështira, menjëherë pas ndërhyrjes duhet bërë fizioterapia. Në rastet e bursitit, është në këto kohë që jetojmë, nuk duhet në mënyrë absolute të mendohet për të bërë injeksione të kena kohë të tjera me radhë, por me 2-3 seanca fizoterapi trajtohet shumë mirë. Ka nevoja patjetër për të bërë interventën kirurgjikale kur frakturat janë të rënda apo ka nevojë për, pra secila fazë ka nevojën e vet. Nuk duhet bërë fizoterapi në rastet kur dhimbja është akute e fortë. Pra, kur është prezente, në këtë raste ne dëmtojmë më shumë se sa rregullojmë. Bëjmë vetëm modalitetet që ne përdorim për ulje inflamacioni dhe ulje dhimbjesh. Nuk bëjmë lëvizshmëri, të cilat mund ta provokojnë më shumë. Pra, secila fazë e trajtimit ka protokollin e saj dhe objektivin e saj për çfarë po e bëjmë atë lloj lëvizje apo atë lloj programi
Para shumë sa kohë duhet për të rikuperuar një shpatullë të dëmtuar? Këtë ndryshon shumë ka patologjit. Pra, secila patologji ka krejtësisht ndryshe. Për shembull, nëse kemi një frakturë e cila është shumë fishe, mund duhet 2 deri 4 javë apo 2 deri 6 javë për të rikthyer. Mos harrojmë edhe gjendjen e përparshme. Ka shumë rëndësi se si ka qenë pacienti më përpara. Për shembull, e kam shumë të thjeshtë ne të rikuperojmë një pacient i cili ka pas muskulaturë aktive, se sa një pacient i cili s'ka pas fare muskulaturë, sepse ne duhet ta forcojmë atë muskulaturën, për shembull, edhe në ilustracion, në një dalje nga vendi i shpatullës, për ta futur në vend ortopedi, për t'ia rikëmbur edhe një herë muskulaturën është shumë e lehtë një pacient i cili ka pas vetë muskulaturën gati, sepse bën më pak seanca dhe më pak punë me ne. Edhe pastaj varet shumë nga aktiviteti. Pra, a është pacient që do ushtrimet? Nuk e di pse ne në Shqipëri kemi problem të bëjmë ushtrime. Pra, shumë duan të huaj të bëjmë ushtrime. Pra, unë ndjej në këndime që janë të etër për ushtrime të huajt. Më mësoj dhe një tjetër, çka ka një gjë për këtë, ndërsa shqiptarët janë pse do të bëjë në shtëpiun, pse si bëra me ty, po jo, në shtëpi si bëj të doktor Sha, mos bëu kështu tani. Pra, nuk e kemi kulturë, nuk e di pse. Në këto kohët e fundit është shtuar interesi, por prap këto lëvizje që janë për të rritur që kemi ne të fizioterapisë, që nuk janë ushtrime që bëjnë mas, pra që ti nuk dukesh nga pa më jashtë që ke bërë ushtime, por në fakt ka përfitimet të mëdha mjekësore, nuk ka reflektohen dhe më pas. Gjithsesi, përveç këtij gabimi që këto ushtrime nuk përsëriten dhe nuk bëhen kurrë, doja të dija cilat janë ndoshta 3-4 gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit kur ndjejnë dhimbje në shpatull. Pa kaluar më pas tek diagnoza. Para që bëjnë më shpesh është që flenë mbi atë shpatullën e dëmtuar. Për shembull, më vëm shpatulla e majt dhe ata flenë me atë shpatullën poshtë për ta zënë dhimbje, thot ai, sepse kur është shtypi sipër nuk po dhëm. Ç'a ndodh është duke bërë edhe më keq situatën. Pra, ai e shtyp nervin gjatë natës duke ndjen, por ndërkohë degenerimi, problemi që ka patologjia është shumë më e madhe, okay? Mbajtja e peshave. Pra, vazhdon pacienti të bëjë të njëjtin lloj funksionaliteti që ka pasur më parë. Pra, e gjitha këto gjëja dëmton patjetër. Ndryshimi i temperaturave ambienteve. Pra, ndeza kondicioneri se ka shumë vap, por ndërkohë ti ke një frozen shoulder i cili automatikisht ta ka rrit më shumë fazën. Pra, e shkakton kondicioneri tani fillon dhe vera dhe fillojnë këto problemet me Provokon, por du gjetë terrenin. Pra, provokon, e cila një muskulaturë e kontraktuar si pasojë e ndryshimit të temperaturave, bën më një herë që gjithë kapsulat e muskulaturës të kurren më shumë. Nëse ti e ke pas gjendën përpara, mundësitë janë shumë të mëdha. Por nuk kursen as të rrit, as të moshuarit, pra nuk kemi që themi një moshë e caktuar. Janë më të shpeshta tek gratë 40 deri 60 vjeç, janë më aktive në punë shtëpi dhe tjera më radh, kanë mbi ngarkesë. Pra, një mbi vendosje herë pas inflamacionit. Por tek fëmijët kemi pas raste. Po, le të kalojmë tek pjesa tjetër më kryesore që e presim të gjithë, te pjesa e demonstrimit të disa ushtrimeve që ju do t'i rekomandoni. Gjithsesi, këto lidhen me fillimisht me përcaktimin e diagnozës, për çfarë bëhet fjalë, por një dhimbje shpatulle e zakonshme. Çfarë ushtrime na kërkon të bëjmë në shtëpi? Pra, ajo që thamë më parë sapo e filluam emisionin është duke ditur çfarë lloj lëvizjesh bën vetë artikulacioni, ne do të shkojmë drejt asaj çfarë çdo nyje artikulare bën. Pra, nuk mund të bëjmë shpike të mëdha. Me thjeshta e punës është mund të bëjmë lëvizje të rrotulluese të krahut, por deri në fazën kur fillon një lloj dhimbje. Pra, ajo që thamë më parë është mos ta bëjmë me forcë, me inat, që duhet ta bëjmë, ta arrijmë, pse ky krah më dhëm. Jo, lej kohë trupit që ta prodhojë lëngun dhe të bëjë natyrale. Derisa të shkosh në fazën që rrotullimi të jetë i plot. Pra, kur rrotullimi të jetë i plot në 360 gradë, atëherë do të thonë që i ke hapur edhe skaplat. Skaplat janë kocka e shpatullës, që janë një pjesë shumë e rëndësishme e gjithë shpatullës. Nuk ndahen dot. Se për shembull ka individ që vuajnë nga ankthi dhe nuk e kuptojnë që është ankthi që ja ka shkaktuar një dhimbje të madhe tek mes shpatullave? Mes shpatullave, i cili lidhet direkt me muskulin diafragmës. Po kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar, se mund të ketë shumë njerëz që përjetojnë ankth, por ndërkohë kjo shoqërohet me një dhimbje mes shpatullave. Pra kjo është një shenjë e ankthit, dhimbja midis dy shpatullave. Si pasojë e stresit, muskulatura e diafragmës ka qenë e stresuar dhe jep dhimbje të shpatullës. Dhe ka pafund të njerëz këtë rast. Ushtrime të tjera që mund t'i bëjë të gjitha kushtet e shtëpisë është ushrimi i shkopit. Ne kemi mësuar edhe ca herë këtu. Pra, pacienti duke shoqëruar frymarrje, për për këta njerëz që thamë që mund të kenë ankth, që të gjithë ne në një mënyrë apo tjetër kemi ankthet tona të jetës përditshme, stresi i jetës përditshme, dhe marrim frymë me shkop. Dhe pastaj duhet pritur shkopin lart e nxjerrim frymën. Deri në fund. Pra, kur ne marrim frymën, kemi zgjeruar kafazën karorit, kur ne nxjerrim frymën, e kemi ulur kafazën karorit, pra kemi bërë një mobilitet në lëvizmëri të kafazës karorit dhe kemi zgjatur gjithë muskulaturën e brendshme dhe sigurisht kemi aktivizuar robin e plot artikular në elevacion. Dy ushtrime.
ka dhe tjera pa fund. Të tregojmë sepse kemi shumë interes për t'i mësuar. Një ka gjërat, mund të ngrihem tani. Një ka gjërat më të thjeshta që unë bëjnë në kushte shtëpie, që unë ja them shumë me fakt pacientët mi. Pra, mund të bëhen këto ushtrime dhe pa patur ndoshta ndonjë dëmtim të madh të shpatullës, po duke patur parasysh që qëndrojmë gjithë ditën ulur në kompjuter dhe lëvizjet janë të pakta. Sigurisht që për shembull ky ushtim që u bëj tani, nuk ta bëj një pacient që ka frakturë. Nëse ti ke një dhimbje shpatulle, e cila është gjë elementare, pra që mendon nuk ka një dhimbje konstante përhershme, duhet bërë këtë. Ndryshe, duhet vini patjetër specialisti, pasi të marrin diagnozën dhe pastaj bëhen ushtrimet. Për shembull, ushtrimet perpendikulare, që si forcë graviteti, pacienti e le krahun e lirë për ta lëkundur. Në këtë rast ka fituar gjithë këndin artikular. Edhe tham, nga televizit që tham më parë, para mrapa, një shkundje e krahut. Si lavjerës. Okej? Dhe më pas, rrotullimet, stili pirset e fëmijëve që fillojnë një rreth i vogël, se nëse kemi tham borsitin apo kemi edhe problemet e kapsuliteve, ditë e parë ngjet rrethit do të mall, nuk e bëjnë dot rrethin e mall. Kështu që me kalimin e kohës do fillojë të zerohet ky rreth. Deri kur të arrijë në fazën e mallit të rrethit. Pra, edhe sikur vetëm kaq ushtrime të bëjnë pacientët. Është kjo kapja të dyja duarve në njërin krah. Patjetër, ajo pastaj është një muskull i skapulave aty mbrapa. Po. Pra e shpatva. Ky mund bëhet në këtë formë. Pra, ju për shembull i kapi të dyja duar. Nga ana tjetër? Mund bëj ushtrime gjithë ditë pacientëve. Jo, sepse nga njëra anë kap dhumë, nga ana tjetër nuk e kap dot të dyja. Jo, nuk kap. I kap të dyja. Pas kam një dëmtim, atëherë nuk e zgjat dot, nuk e bëj dot rrotullimin ndoshta të plot të shpatullës së djathtë. Sepse aty hyn në punë muskujt e tjerë, nuk janë vetëm muskujt e skapulës. Pra, janë muskujt romboidi dhe muskujt trapezium, pra muskujt upper i themi ne të shpinës. Se ka disa patologi të tjera pasi që hyn në lojë në atë rast. Patologjia në fund se ne ke janë aq të. Po mirë, çfarë është kjo patologjia kur ti nuk e kap dot të dyja duar mbrapa? Lidhet me pjesën e shtyllës. Më minimumi është që ke kontrakturë të muskujve. Pra nuk ke gjatësinë e duar sepse nuk e ushtruar. Nuk do të thotë që ke një patologji fikse. Pra edhe thjesht kontrakturë. Nëse një kontrakturë rrin për një kohë të gjatë, ajo ka aftësinë që duke qenë se kontraktura është një afrim i muskujve. Pra muskujt duhet të jetë në këtë fazë, shkurtohet deri në këtë fazë. Po mos harrojmë që ky muskull është i lidhur diku, edhe ka mbaron diku. Pra kapet një kocë dhe kapet kocë tjetër. Me që këto afrohen, do të thotë që dy kockat janë afruar. Nëse janë kapur në vertebra, i bie që dy vertebrat janë afruar dhe automatikisht pastaj ka një probleme me hapësirën intervertebrale, që aty kalojnë nerva dhe mund të bëjmë edhe mund të shkaktojë edhe një hernie, që ne e dimë që është dalja e diskut nga vendi që është patologjia shumë e përhapur në tek të rinj, tek fëmijët aktualisht. Tek të rritur ka qenë gjithë jetës, por tek fëmijët është shtuar së fundi. Po që sigurisht lidhet me peshat, lidhet me dietën ushqimore dhe këto ndikojnë pastaj. Lidhet me shumë faktorë, lidhet me mënyrën se si ne qëndrojmë në ditës, mënyrën se ne flem, që është shumë e rëndësishme, me mënyrën se si ne e kushtojmë ushqimin, me mënyrën se si ne vishemi gjatë kohës aktivitetit, se nëse ti rri gjithë ditën me taka, mundësit janë më të mëdha që muskujt jetë të kontraktuar. Nëse ti rri gjithmonë me të sheshta fare, ato që nuk lejohen, pra pupa që kemi në Shqipëri, edhe ato janë të kundërdikuara kur ti je predispozuar për të pas një herë diskale. Atëherë për të shmangur të gjitha këto, cilat do të ishte lartësia e duhur e këpucëve apo e zandaleve? Ajo që rekomandohet, unë e parë jam gjithmonë për atlete një radhë parë, gjithmonë për këpucët sportive. Pra se ju përmendët as pupat, as takat. Jo, sepse një pup nuk arrin të shpërndaj peshën siç duhet në gishtin e pratek metatarsi, themi ne, tek gishti i madh, gishti i vogël dhe kalkanësi i këmbës. Pa një trekëndësh është shumë e rëndësishëm. Puca ideale do ishte me 4 cm tak. Dhe pastaj në varësi të shollës së kpucës, pra varësi që si e kemi këmbën ne, se fëmijët e kanë ndryshe, ka fëmijë për shkakun që e kanë këmbën në pronacion, duhen kpucë posaçme që janë pronacion, pra për pjesën e këmbës që e kanë nga brenda. Kështu që secila fazë do pjesën e saj. Fatmirësisht ka filluar të hyjë kjo moda në Shqipëri që njerëzit veshin goxha më shumë atlete, pra kpucë sportive në jetën e përditshme, dhe kjo është një plus shumë i madh për Shqipërinë se kanë filluar të ndërtohen, pra kjo është një vlerë e shtuar e shëndetit. Janë lodhur. Jo, po ka qenë më të shofësh në ditë xhesit njerëzit në rrugë duke ecur, po. Se janë dhe rrugët. Gjithsesi se peshat duke kaluar pastaj edhe tek rrugës, se kur diskutuam dhe ndoshta edhe për humor që çfarë mund të jetë ndonjë temë interesante për ta trajtuar dhe që është aktuale dhe që mund të ketë interes publik, Ledina më tha ecja në rrugët tona. Është problem shumë i madh. Un kam pothuajse çdo javë raste që
o nxjerrin këmbën, o thyn këmbën nga problemet e trotuareve dhe pllakave dhe pusetave dhe tjerë gjëra që ndodhin në çdo vend të Shqipërisë, jo vetëm Tiranë. Që nuk mirëmbahen. Direkt. Nuk e di çfarë ndodh. Shtrembërimi. Nuk e di çfarë ndodh, por është e tmerrshme, domethënë që për ditë ndodhin këto gjëra të tilla. Ndërkohë, për të rikthyer se pyetja e fundit për shpatullën, këto çantat që mbahen vetëm nga një krah, pra secili ka për shembull krahun e vet që mbahen peshat, çantat, këto e dëmtojnë duke krijuar një lloj diskriminacioni dhe të shpatullës. Ka njerëz që kanë asimetri. Po pra, ajo asimetria në këtë rast mund vihet si pasojë e skolozës. Ne kemi diskutuar shpeshherë skolozën që te fëmijët e vëmë të pjesën. Por në rastet të rritur për shembull, unë vërej që marrin edhe çantën plot me laptopin nga njëra anë, dhe anësia është më e madhe. Nëse ti e ndodh e bën një herë për 10 minuta rrugë, nuk është e thënë të ndodhë gjë. Nëse ti e ke përsëritshme dhe e bën shpeshherë, ndodh që edhe muskulatura fillon e pritet. Për shembull, edhe kur vishin rrobat intime një pjesë e mirë e femrave, nga që vendosen gjithmonë një ta vizë, ne ndodh që muskulatura pritet. Çfarë thotë pritet? Nuk pritet vërtet me thik, por nuk zhvillohet, pra nuk forcohet muskulatura aty. Kështu që logjikisht ka një mos vazhdimsi të pjesës anatomike të trupit. Pra ne ku jemi krijuar për një vazhdimsi dhe me formë zinxhirish muskulare. Që do të thotë që puna e rroba plazhit, e rrobave të plazhit? Duhet lëvizur her pas here, jo gjithmonë një vend. Nëse në vend krijuar të shiritin e fushë prerës. Pjesën mamilare të rënd, pra kemi një gjoks me numër 4, 5 e tjera me radhë, që është rëndes për trupin e njeriut, automatikisht kjo duhet lëvizur sepse bën probleme të tjera. Dhe pastaj krijohet edhe ajo hipertrofoza e kurrizit, apo gunga që i themi në gjuhën popullore, që vjen edhe si pasojë e gjoksit. Që krijon dhe probleme me frymarrjen, me peshën, probleme me kolon vertebrale, probleme me besimin, me të gjitha. Besimin pastaj po dhe sigurisht rrit anktin automatikisht në këtë fazë. E qartë. Falenderoj shumë për informacionet që përcollëm. Të lutem shumë. Ditë të mbar, ishim me Ledina Nikollën, fizioterapiste. Do të shkëputemi tani për të kaluar tek mënyra se si do të vishemi, e cila përcakton padyshim edhe pamjen dhe vetbesimin ton. Pas pak.